Përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria sot, do të jemi së bashku në Ovin për të parë zhvillimet kryesore. Pas një muaji agjërimi dhe sakrificash, besimtarët musliman kremtojnë ditën e sotme festën e Fitër Bajramit. Komuniteti musliman i Shqipërisë dhe besimtarët u mblodhu në sheshin Skënderbej për faljen e madhe. Kreu i KMSH uroi besimtarët duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës për ata në nevojë. Aigena Korbi ndoi që nga afër faljen e namazit në sheshin Skënderbej, unë do të jem me to në lidhje të drejtë për drejtë. Aigena, të përshëndes, ne jemi së bashku me një raportim me gjithçka ka ndodhur sot me kremtimin e Fitër Bajramit. Përshëndetje. Pas një muaj agjërimi dhe sakrificash, besimtarët musliman festojnë sot Fitër Bajramin. Dita ka nisur herët për ta në Tiranë, në mëngjes, mira besimtar janë mbledhur në shesh ku kanë kryer faljen e namazit. Ceremonia ka nisur me lexime të Kuranit dhe ligjërata nga përfaqësues të komunitetit musliman të Shqipërisë. Ishte kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, i cili bashkë me mesazhin e tij që çdo besimtar i musliman të jetë pranuar agjërimi dhe Zoti t'i ndihmojë për të përballuar sfidat e jetës, u ndal tek vlerat e familjes. Sipas tij, vlerat e familjes në këtë kohë po lëkundan, ndërkohë që njeriu vlerësohet për atë që ka dhe jo për atë që është. Ndërkohë që Zoti, sipas tij, na mëson që më i denjë, më i miri ndër ne është ai që është më i dobishëm për të tjerët. Ndërkohë që Ramazani është një muaj që na mëson për vlerën e mëshirës. Festa e sotme, sipas kryetarit të komunitetit musliman të Shqipërisë, është një urë mes atij muaji dhe asaj çfarë bëjmë në vijim. Ai apeloi për të qenë pranë më të dobtit, për unitet mes njerëzve dhe për të ndihmuar më të varfrit. Ndjekim një pjesë nga fjala e tij. E ndjekim të rikthehemi sërish së bashku, Aigena. Kemi kënaqësinë që sot po festojmë Fitër Bajramin, që ky Fitër Bajram të sjell mirësi dhe begati në shtëpitë tona në Shqipëri, paqe dhe mirësi dhe begati në mbar njerëzimin. Mirë, të shumt ishin edhe qytetarët dhe besimtarët që ishin në shesh ditën e sotme. Aigena, çfarë thanë ata? Në fakt, në ceremoni ishte i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i Ligës Islame, një dietar i shquar për muslimanët, i cili vlerësoi gjithashtu tolerancën mes besimeve në Shqipëri, ndërsa besimtarët e shumt, të cilët ishin në shesh pas ceremonisë dhe vizitave që ata kryejnë në pas ceremonisë, drekës familjare, ata kryejnë vizita dhe shpërndajnë urime me njëri tjetrin. Ndërkohë, disa prej urimeve ata i kanë përcjell dhe përmes mikrofonit ABC News. I ndjekim së bashku, Aigena. Pas përfundimit muajit të Ramazanit është festë për muslimane. Kemi agjëruar 30 ditë, kështu që për ne është festë. Çfarë do uroni sot? Gëzuar Bajramin, shëndet dhe mbarësi në çdo familje shqiptare. Gëzuar dhe veç lumturia, harmoni në gjithë familjet shqiptare. Çfarë simbolizon për ju kjo festë? Vetë festa e Bajramit simbolizon paqe. Paqe, dashuri, mirësi, është vetë gjithë sakrificat që kemi pasur për gjatë muajit Ramazanit dhe Zoti subhanallahu si shpërblim është dhe festa e Bajramit që neve të gëzojmë edhe të gjithë. I uroj të gjithë muslimanëve ku do të ndodhen gëzuar Bajramin, të kenë në familjet të tyre, mbarësi, gëzime, lumturi, gjithmonë. Mirësi për gjithë njerëzit, dashuri dhe respekt. Gëzoj për Bajram. Aigena, si vijohet tani më me festimet për Fitër Bajramin? Pas ceremonisë, janë besimtarët që kryejnë vizita në xhami dhe më pas bashkohen në drekën familjare, shkëmbejnë urime më pas me njëri tjetrin të afërt dhe miq. Ndërkohë urimeve të tyre i bashkohemi dhe ne. Vlen të theksohet se nëse muaji i Ramazanit na kujton se akti më fisnik dhe më i vështirë për njerëzit është përmirësimi i vetes, edhe dita e Bajramit është jo vetëm një ditë feste, por është edhe një ditë për të reflektuar. E sigurisht dhe këtë mesazh kanë ndarë besimtarët me njëri tjetrin dhe kanë përcjellur për të afërmit dhe miqt. Faleminderit Aigena Korbi për raportimin. Sa kaq dhe presidenti Bajram Begaj ka patur një urim për të gjithë besimtarët shqiptar, ndjekim urimin e tij.
gëzuar Fiter Bajramin, jam sot në komunitetin musliman për t'i uruar të gjithë besimtarve musliman, por të gjithë shqiptarve, gëzuar Fiter Bajramin, qoftë kjo ditë e shënuar, një ditë solidariteti, një ditë mirësie për gjithë shqiptarët. Fjalët e Kuranit dhe të urtit profetit Muhammed le të shërbejnë për çdo shqiptar, për çdo besimtar, si shembull frymëzimi në jetën e përditshme, të jemi solidar me njëri tjetrin, të shtrim dorën njëri tjetrit, të ndihmojmë të pamundurit dhe të jemi të bashkuar në shërbim të interesit ton madhor, në shërbim të interesit të harmonisë fetare. Në të gjitha qytetet e Shqipërisë, besimtarët kremtuan festën e Fiter Bajramit. Në Durrës, falja e namazit u kryen në sheshin para xhamisë së madhe në qendër të qytetit. Me qindra besimtarë u mblodhën në shesh dhe kryen ritin fetar herët në mëngjes. Ata u falën për mbarësi, paqe dhe harmoni me njëri tjetrin. Në Vlorë, ceremonia u zhvillua në Pallatin e Sportit, i cili u mbush plot me besimtarë. Pas faljes, besimtarët shkëmbyen përqafime dhe urime të përzemërta, duke bërë këtë ditë edhe më të veçantë. Risia e këtij muaji të agjërimit në Fushkruj ishin dhe moshat e vogla dhe nxënës të shkollave të qytetit. Besimtarët në Kukës falën Fiter Bajramin në 2 xhamitë e qytetit. Kryebishkopi fronozuar, Joan Pelushi mbajti meshën e parë si kreu i kishës ortodokse autoqefale. Qindra besimtarë morën pjesë në ceremoni në katedralen e kishës ortodokse Ngjallja e Krishtit në kryeqytet. Mesha u mbajt në gjuhën shqipe dhe u shoqërua nga kori i kishës. Kjo ceremoni vjen një ditë pasi u zhvillua po në të njëjtën kishë dhe ceremonia e fronozimit të kryebishkopit të ri Joanit. Klerik nga e gjithë bota dhe krerët më të lartë të shtetit ishin të pranishëm, fort lumturia e tij u angazhua për të forcuar unitetin brenda kishës ortodokse shqiptare dhe bëri thirrje që vendi të duhet dhe të mos braktiset. Kryebishkopi i parë shqiptar i kishës ortodokse pas më shumë se 7 dekadash ka kthyer në vendin e nderit Fanolin. Joani ka vlerësuar Fanolin për rolin e tij si prift dhe si përkthyes, pasi pajisi, siç tha ai në kohë rekord, kishën ortodokse me librat e shenjtë në gjuhën shqipe. Në një ceremoni madhështore në katedralen ortodokse në Tiranë, atë Joani bëri thirrje për rikthim të besimit dhe mos braktisje të vendit nga të rinjt. Në fjalën e parë si kryebishkop shqiptar i sapo ulur në front, fortlumturia e tij Joani foli për Fanolin, themeluesin e autoqefalisë shqiptare, duke i dhënë mesazhet e tij për masa historike. Në gjysmën e parë të shekullit 20, në një kohë të vështirë për kishën dhe vendin tonë, i mësot thë Fanoli ishte njeriu i duar. A ishte pajisur nga Perëndia me talentet jashtëzakonshme, një njohës i mirë i jetës kishtare dhe i doktrinës së saj, zotërues i shumë gjuhëve dhe ekspert i mirë i muzikës kishtare. Ai dha një kontribut të paçmuar për ndërgjegjësimin kombëtar dhe përgatitjen e autoqefalisë, si dhe të teksteve kishtare. Shpirti i tij poetik dhe kultura e gjerë do t'i jepin përkthimeve të tij një fuqi dhe bukuri të papërsëritshme. Kryebishkopi të ndjer Anastasit, si bashkëpunëtor dhe pasues i tij, i shpreh mirënjohjen për kontributin në ringritjen e kishës ortodokse. Perëndia dërgoi një tjetër person të ndritur, të pajisur gjithashtu me talente të shumta, kryebiskopin Anastas, i cili e bëri të mundur rindërtimin e saj. Në vizionin e tij, ndërtesat nuk ishin një qëllim në vetvete, por vetëm një mjet për të realizuar veprën shpëtimtare të kishës. Ndërsa ngjiti fronin e kryebiskopit, thotë se e ndjen përgjegjësinë e detyrës së lartë që është besuar. Jam i vetëdijshëm për peshën e madhe mbi supet e mia të dobta. Vetëm shpresat e Perëndia, ai që i jep forcë lodhurit dhe rrit fuqinë të dobtit, na jep kuraj dhe fuqi për të vazhduar pa u lodhur. Në misionin e tij në drejtimin e kishës, kryebishkopi Joani zotohet për të mbajtur të bashkuar kishën ortodokse. Personalisht, do të përpiqem me gjithë forcën time të shërbej grigjës që më ka besuar Perëndia, duke patur parasysh gjithmonë fjalët e Zotit, se biri i njeriu nuk erdhi që të shërbehet, po që të shërbej. Shërbesa jon është për t'ju shërbyer të tjerëve. Kur flitet për fenë në Shqipëri,
gjithmonë përmendet bashkëtesa fetare, e cila është një thesar i madh i vendit tonë. Por si çdo gjë, ashtu edhe bashkëtesa nuk është statike. Është detyra jonë sot dhe atyre që do të vinë që ta ruajmë e ta forcojmë vazhdimisht, sepse ashtu si çdo pasuri, ajo duhet mbrojtur, zhvilluar më tej për të mirën e të gjithëve. Me një mesazh të veçantë, kryepeshkopi i ri i Kishës Ortodokse ju drejtua të rinjve shqiptar. Këtyre të fundit ju kërkon ta duan vendin e tyre. Në ditën e fronozimit, Papa Francesku i dërgoi një letër kryepeshkopit Joan, ku i përcjell mesazhe urimi për detyrën e re. Ati i shenjtë i kujton trashëgimin e lënë nga paraardhësi Anastas në promovimin e bashkëtesës fetare në Shqipëri. Papa Francesku fton hirosinë e tij Joanin të vazhdojë të nxjisë dialogun dhe unitetin mes të krishterëve. Kreu i Kishës Katolike Papa Francesku ka uruar përmes një letre kryepeshkopin e ri të Kishës Ortodokse Shqiptare, Hirosi Joanin. Letra e Atit të Shenjtë e para e firmosur prej tij pas daljes nga spitali mbërrit në Tiranë nga një delegacion i Vatikanit i kryesuar nga Imzot Flavio Pace, të cilët morën pjesë në ceremoninë e fronëzimit të kryepeshkopit Joan. Duke shprehur afërsinë time shpirtërore, ju siguroj për lutjet e mia që Perëndia, burimi i çdo të mire, do t'ju jap dhuratat e bollshme të frymës së shenjtë. Ndërsa ju, drejtoni ata që ju janë besuar në kujdesin tuaj. Në mesazhin e tij, Papa Francesku i kujton fortlumturisë së tij Joanit, paraardhësin e tij Anastasin. La një trashëgimi të thellë dhe të qëndrueshme në Shqipëri, veçanërisht në promovimin e traditës së përbashkët paqësore midis burrave dhe grave që i përkasin kishave dhe traditave të ndryshme fetare. Papa Francesku fton kryepeshkopin Joan që të vazhdojë të nxjisë dialogun si një mënyrë për të kapërcyer ndarjet dhe për të kërkuar bashkim të plotë midis të krishterëve. Në këto kohë të vështira të shënuara nga lufta dhe dhuna, është gjithnjë më urgjente që të krishterët të japin dëshmi të besueshme për unitetin, në mënyrë që bota të mund të përqafojë plotësisht mesazhin e Ungjillit të solidaritetit vëllazëror dhe paqes. Ati i Shenjtë përfundon mesazhin e tij duke theksuar se në ndrejtimin e primatit Joan, marrëdhëniet midis Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe Kishës Katolike do të rriten më tej. Kryeministri Edi Rama ftoi shqiptarët e Greqisë të votojnë më 11 maj për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një takimi me diasporën në Kretë, Rama u tha emigrantëve se pasaportën shqiptare të Bashkimit Evropian mund ta marrin shumë më parë se dokumentat greke dhe me të do të jenë njësoj si shtetasit grek. Kryeministri ftoi diasporën të investojnë në atë, duke ofruar mbështetjen e qeverisë për këto sipërmarrje. Në Kretë, Rama premtoi dhe hapjen e konsullatës shqiptare brenda një viti. Edi Rama zgjodhi Kretën për të rinisur turin e takimeve me diasporën. Mes flamu i shkuqezi, kryeministri u prit nga mira emigrantët cilët kishin mbushur stadiumin Kladisos në Hanja. Ai u kërkoi votën në 11 maj për t'i dhënë pasaportën europiane, që sipas tij jep të gjitha benefitet që do të kishte një pasaportë greke. Në 11 maj të votojmë të gjithë bashku aty ku gjendet forca e dur, në kohën e dur dhe në vendin e dur që atë pasaportën që mund t'ju duhet edhe 10-15 vjetë ta merrni nga shteti grek, ta merrni nga shteti shqiptar si pasaport Bashkimit Evropian. Rama i bëri thirrje emigrantëve që të kthehen dhe të investojnë atje. Nëse ka një mundësi, jo do e mos për të kthyer për gjithmonë, por duke pasur dhe pasaportën europiane për t'jetuar dhe këtu dhe atje, për të punuar dhe këtu, për t'investuar dhe atje. Por gjitha ta që presin sezonin këtu për të punuar në turizëm, i ftoj që në ndërkohë t'interesohen dhe në Shqipëri, të pyesin dhe si janë pagat në turizëm në Shqipëri. Se unë kam përshtypjen që në të shumtën e herës ju del më mirë atje se sa këtu. Përveç investimeve në arsim, kreu i qeverisë premtoi dhe hapjen e një konsullate në Kretë. Si sot një vit, këtu do të ketë hapur dyert dhe do të jetë në dispozicionin tuaj konsullata e Shqipërisë. Ju nuk do keni nevojë të shkoni
Ju nuk do keni nevojë të shkoni në Athinë. I bindur për peshën që emigrantët kanë në zgjedhjet e 11 majit, një koment Rama e kishte edhe për kundërshtarët politik. Bufi ynë atje në Tiranë është bufi i dal nga shpreha e popullit. Qa do aty o buf kënete? Dhe natyrisht, këto nuk mund t'i bëjnë as ata shqitësit e qilymave. Besoj që i keni parë që dalin në për diaspor edhe thonë na jep një votën ne rinis. Edhe ata rinia në listat e kandidatëve kanë babajn, maman, xhaxhan, dajën, krushkun. Të dielën Rama do të jetë në Athinë, ku do të zhvillojë një takim me shqiptarët që jetojnë në kryeqytetin grek. Kreu i mazhorancës ka zbuluar për herë të parë se si do të jetë pasaporta jonë pasi Shqipëria të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian në vitin 2030. Edi Rama përdori këtë si simbol të fushatës socialiste për mandat të 4, ditën që shpalosi dhe programin ekonomik të qeverisë, konsolidimi pagave dhe pensioneve në nivel europian, plan konkret për zhvillimin e bujqësisë dhe turizmit, si dhe tërheqjen e investimeve nga shqiptarët që jetojnë jashtë, si mënyra më e mirë që ata të kthehen në Shqipëri. Rama tha se vetëm kështu do të bëhemi europian të vërtet dhe theksoi se për këto nuk duhet humbur kohë, por më 11 maj duhet votuar Partia Socialiste. Kjo është Shqipja. Shqipja është simbolikisht fytyra e pasaportës zero. Shqipe, Tirana, me komsi shqiptare. Qytetare shqiptare me i pasaport europian. Me këtë simbolik se si do të jetë pasaporta shqiptare pas antarësimit në Bashkimin Evropian, Edi Rama shpalosi vizionin për Shqipërinë 2030. Në një sken ku shfaqeshin arritjet kryesore të qeverisjes socialiste, kryeministri renditi përfitime që do të kenë qytetarët, kur vendi ynë të bëhet antar me të drejtat të plota i Unionit. Sa herë zbresin prej 35 vjetësh në një aeroport në Itali, në Gjermani, në Greqi, ku do tjetër në BE, na tregojnë me gisht një korridor më vete, ku duhet shkojmë dhe të futemi në radhë si në korat e vjetra. Kjo është një histori që mund vazhdoj shumë gjatë akoma nëse ne së bashku nuk e mbyllim përfundimisht, duke I vënë kapak, në mënyrë që të mos na ndajë më askush nga ajo tufa e bashkëpunëtarëve tanë europian, kudo ku lëvizim brenda perimetrit BE-s. Ndaj për të qenë qytetar të barabartë europian, Rama tha se në 11 maj, shqiptarët kanë vetëm një alternativë, Partinë Socialiste. Kush e do pasaportën e BE-s, patjetër duhet japi kontribut që Shqipëria të hyjë në BE dhe kontributi për Shqipërinë në BE është investimi I votës aty në qendër të fletës votimit, ku është numri 5 dhe ku shkruan Partia Socialiste dhe Edi Rama. Por kjo vot nuk është vetëm për pasaportën europiane. Kryeministri tha se duke filluar nga janari 2026, paga minimale do të jetë 500 euro, ndërsa rritje do të ketë dhe për atë mesataren. Paga minimale ishte 157 euro. Sot, 2024, u mbyll me pagën minimale 400 euro dhe duke filluar nga janari 2026, paga minimale do të jetë 500 euro. Paga mesatare për vitin 2024 në sektorin publik u mbyll 1000 euro. Ndërsa në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1200 euro. Rama foli edhe për objektivin e qeverisë sa I përket rritjes së pensioneve. Pas Italisë, prioriteti I mandatit të 4 është dhe mbyllja e marrëveshjes së pensioneve me Greqinë. Të gjithë ata në Greqi që kanë probleme, njojnë e pensionit, marrin atë pasaportën e kuqe, me shqiponjën tonë dykrenare, me logon sipër Bashkimi Evropian Republika Shqipërisë, dhe ju mjafton të jetojnë në Greqi të barabartë mes barabartësh edhe në aspektin e të drejtave të pensionit.
Një koment Rama e kishte edhe për kritikët, për premtimin e tij për 300.000 vende pune, aso kohë kur ishte në opozit. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria kishte 1.023.000 të punësuar. Sot, numri të punësuarve në regjistrin e vitit 2024 është 1.327.000. Pra nga 1.23 në 1.327. Janë apo nuk janë? Më shumë se 300.000 vende të reja pune. Pensioni mesatari shqiptarëve do të jetë 400 euro, ndërsa minimali 200 euro. Biznesi vogël do të vijojë pa taksa, ndërsa do të lehtësohet ai i madhi me një periudhë pauze fiskale që në muajin qershor për një periudhë 3 vjeçare. Partia Socialiste në programin e saj ekonomik do të realizojë taksat më të ulta për 93% të punësuarve, pse ja premton që në 2030, kur të antarësohemi në Bashkimin Evropian, papunësia do të jetë vetëm 6% me një pagë mesatare 1.200 euro dhe pagë minimale 500 euro. Në prag të nisjes së fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Partia Socialiste ka prezantuar shtyllat kryesore ku do të bazohet rritja ekonomike për 4 vitet e ardhshme. Në programin e socialistëve, në fokus mbetet rritja e pagave, e cila shoqërohet edhe me një plan për uljen e papunësisë. Paga mesatare pritet të arrijë në 1.200 euro në mandatin e 4, ndërsa ajo minimale, e cila do të hyjë në fuqi që prej janarit 500 euro. Që papunësinë ta ulim në një shifrore. Dhe sot është 8.8 për qenë sakt. Shqipëria 2030 do ta ketë në normën e Bashkimit Evropian, mesatar në Bashkimin Evropian 6%. Por në vëmendje të socialistëve është edhe rritja e pensionit mesatar në vend. Parashikohet që në 2030 në Shqipëri pensioni minimal të jetë 200 euro, gati 2 fish nga ajo që është sot. Ndaj, ambicia jonë është që në Shqipëri në 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Pra, pavarësisht të gjitha të tjera. Shqipëria aktualisht ka ulur ndjeshëm nivelin e borxhit publik nga rreth 80% që ishte në 2013. Sot, me një borxh 55%, jemi në parametrat e një shteti normal dhe serios në administrimin e financave të veta. Biznesi i vogël do të jetë pa taksa edhe në mandatin e 4 të socialistëve, ndërsa lehtësi premton edhe për biznesin e madh. Do t'i propozojmë biznesit qysh në qershor një marrëveshje paqe të negociuar fiskale për një periudhë 3 vjeçare, ku 15% i tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Ndërsa për çdo fitim shtesë që biznesi do të deklarojë mbi atë normë, do të tatohet vetëm 5%. Kjo është një paqe që nënkupton edhe fundin e çdo lloji inspektimi tek biznesi. Deri në 2030 Shqipëria synon që të pres rreth 20 milion turistë huaj, çka do të ndikojë në rritjen e të ardhurave për vendin. 12 milion turistë në 2024. Viti ka nisur janar-shkurt 20% më shumë vizitorë se sa janar-shkurti i vitit kaluar. Mund të shkojmë në 20 milion pa asnjë frikë në 2030, por nga ana tjetër duhet të ngadalsojmë turizmin masiv dhe duhet të fokusohemi shumë më tepër tek turizmi elitar dhe ekologjik. Një tjetër objektiv për Shqipërinë 2030 mbeten edhe investimet e shumta në infrastrukturë, ndërsa në maj pritet që aeroporti i Vlorës të realizojë fluturimin e parë. Në 8 maj shpresojmë do të bëjmë edhe fluturimin e pakëzimit të pistës së aeroportit të Vlorës, ku terminali do të kërkojë edhe ca kohë për shkak të vonesave me furnizimet materiale.
Shqipëria synon që të kthehet në një eksportues neto të energjisë elektrike deri në vitin 2030, si dhe të arrijë eksporte bujqësore në vlerën e 1 miliard eurove. Vlerësimet për rritjen ekonomike janë për rreth 4% për gjatë 4 viteve të ardhshme. Ishte gjithçka e përgatitur për Shqipëria sot, zhvillimet e fundit përdicuara minut pas minute nga vend, rajoni dhe bota, mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë apcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë takohemi pas pak me edicionin e mesditës.